Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në pritjet e verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në pafajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart të gjykatësve, por un kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë, në veçanti të atyre të mbrojtjes, të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, tha Hashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për faktet dhe provat e paqëna, ai fajson Serbinë dhe Rusinë. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e Ohrit, duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjermania fillon përgatitjet për të bashkëpunuar me NATO në ngushticën e Ormuzit. Anija e gjermane e çmimit Fulda ka marrë kurs drejt Mesdheut, ku mund të ndihmojë në pastrimin e minave. Ajo fillimisht pritet të integrohet në njësitë të NATO-s përkundër veprimit ndaj minave vetare. Regjimin e Teheran ka bllokuar ngushticën e rëndësishme për lundrimin tregtar, për të cilin thuhet se është minuar. Si pasojë e kësaj bllokade, çmimet e naftës dhe të gazit të lëngshëm në tregjet botërore janë rritur ndjeshëm. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius ka bërë thirrje përqetësi pas njoftimit të Donald Trump për reduktimin e trupave amerikane në vend, duke theksuar se zhvillimi nuk është i papritur dhe nuk cënon kapacitetet e NATO-s. Gjatë një vizite të trupat e Bundesterit në Münster, Pistorius u shpreh se vendimi duhet parë në kontekst dhe se vetëm koha e shpalljes mund të konsiderohet e papritur. Ai shtoi se edhe nëse të riqen rreth 5000 trupa, kjo nuk do të ndikojë në aftësinë mbrojtëse të aleancës. Ndërkohë raportimet e medias sigurojnë se Pentagoni ka hequr dorë nga planet për vendosjen në Gjermani të një njësie për menaxhimin e raketave me rreze të mesme. Ministri i jashtëm grek, George Gerapetritis, deklaroi se vendi është i gatshëm të marrë një rol aktiv për të siguruar kalimin e lirë dhe të sigurt në ngushticën e Ormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë. Pas takimit me homologun e tij gjerman, Johan Vadeful, në Athinë, Gerapetratis theksoi se Greqia mbështet nismat ndërkombëtare për garantimin e lirisë së lundrimit dhe është e gatshme të bashkëpunojë ngushtë me komunitetin ndërkombëtar të transportit detar. Ai nënvizoi se respektimi i lirisë së navigimit është një detyrim universal i cili lidhet jo vetëm me tregtin globale, por dhe me paqen dhe begatinë e vendeve në mbar botën. Forcat amerikane njoftuan se kishin shkatruar 6 anije iraniane dhe kishin kapur raketa dhe dron të lëshuar nga Irani kundër anijeve të marinës amerikane dhe anijeve tregtare të një zyrtari i lartë ushtarak amerikan. Admirali deklaroi se shumica e raketave si dhe dronët kishin shënjestruar anije tregtare dhe se një pakicë kishte shënjestruar anije ushtarake amerikane. Një zyrtar i lartë ushtarak iranian i cituar nga televizioni shtetëror mohoi shkatrimin e anijeve iraniane. Presidenti Donald Trump nga ana e tij pretendoi se 7 anije të vogla ishin shënjestruar nga sulmet amerikane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.